A keni identifikuar raste ku prokurorët e Republikës janë larguar edhe në mënyrë të padrejtë nga sistemi? Pra, ka qenë gjithmonë objektiv ky proces dhe a kanë ndjekur gjithmonë njëjtin standard? Po prokurorët që kanë mbetur në sistem, a ka raste në vlerësimin tuaj që nuk e kanë merituar të qëndrojnë në sistem sipas standardeve që kushtetuta ka përcaktuar për këtë proces? Tani, procesi i reversimit kalimtar nuk është në kompetencë të prokurorit të përgjithshëm për të vlerësuar, megjithatë mund të jap një përgjigje për këtë. Siç ndodh gabimi gjyqësor, gabime mund ndodhin në çdo lloj procesi, qoftë edhe procesi i vettingut. Ndaj është një çështje e cila, le themi, përgjigja relativizohet, siguria e përgjigjes nga vetë procesi, siç është dhe një proces hetimi dhe gjykimi, njëjta gjë ndodh edhe një proces natyrës administrative. Sa i përket pyetjes dytë, sa është numri i prokurorëve që mungon sot në sistem dhe si ndikon kjo në vlerësimin tuaj në efikasitetin e luftës ndaj kriminalitetit, në ngarkesën e prokurorëve në detyrë apo cilësinë e hetimeve prej tyre, dhe si ndikon mungesat në sistem në kozjatën e një hetimi penal. Për shembull, është normale për ju që një hetim i kallëzimit të një qytetari të marrë rreth 5 vite kohë, a është ky një afat i arsyeshëm? Ky nuk është as pak një afat i arsyeshëm, është një rast i papranueshëm, 5 vite është tërësisht e patolerueshme, por arsyeja për cilën kjo ka ndodhur, e tham, ka të bëjë me mungesat që ka pasur sistemi, 35% niveli dies. 35% mungesa në sistem janë shumë, kjo ka krijuar patjetër mbi ngarkesë, thash ka dyfishim të çështjeve të mbartura, që në fakt do të thotë çështje të zvarritura. Dhe sot ne për fat keq kemi sistem çështje jo të 5 viteve, po kemi çështje të më tepër se 5 viteve. Dhe le të themi që kemi të ceduar në efikasitetin në luftën e kriminalitetit, sa kohë ka zvarritje në një nivel të tillë që të shkon edhe në parashkrime të çështjeve penale për shkak të kalimit të afateve. Pikërisht për këtë qëllim, këtë vit, në një, le të themi, qarkore që përcolla të gjitha prokurorive, kishte të bënte me trajtimin me prioritet të çështjeve që mund të rrezikojnë parashkrimin, me qëllim për t'i dhënë prioritet rasteve kur zvarritjet mund të çojnë deri aty sa mund të bëhet e pamundur hetimi dhe ndjekja penale dhe dënimi pas i personave që të përfshin në këto aktivitete. Pyetja e tretë ka të bëjë nga aq sa ju keni munduar të analizoni deri tani në cilësinë tuaj si prokuror i përgjithshëm, por edhe si antar i Këshillit Drejtues të Shkollës së Magjistraturës, si mund ta vlerësoni cilësinë e magjistratëve të rinj që pranohen dhe më pas kanë përfunduar shkollën e magjistraturës pas reformës në drejtësi në vitin 2016. Cilësia e këtyre magjistratëve të rinj ku rezulton se një pjesë dërmuese vjen nga administrata publike, a e ka arritur performancën e sistemit të prokurorisë? Në përfundim, qëndrimi i institucionit tuaj lidhur me proces konsultimesh për hartimin e kodit të ri penal është publik dhe i njohur. Mesa është pjesa tjetër për vazhdojmë vonë. Tani, sa i përket cilësisë, dhe kjo është një vlerësim relativ, nuk është e lehtë ta bësh, por e vetmi kriter objektiv vlerësimi që mund t'ju jap është nëse më parë prurjet në shkollën e magjistraturës ishin, le të themi, 10-12 prokurorë dhe gjyqtar në çdo vit, tashmë prurjet kanë qenë goxha më të shumta për shkak të nevojave që ka pasur, kemi shkuar 40 apo 50 prokurorë dhe gjyqtarë të rinj apo dhe 60, çka do të thotë që në sistemin në provimin e pranimit ata të cilët futen në sistem janë studentë që performojnë jo aq mirë sa 10 apo 12 parët. Pra në pikpamje të formimit që vijnë profesional, kemi një prurje që themi relativizohet pak cilësia në këtë aspekt. Ajo që megjithatë mbetet e rëndësishme thuhet është kjo është e korrigjueshme. Korrigjohet qoftë përmes përfitimit të eksperiencës, korrigjohet qoftë edhe përmes trajnimeve të vazhdueshme. Pra, janë dy faktorë që ndikojnë në përmirësimin profesional të prokurorëve. E futur kjo në kontekstin që ne kemi prokurorin sot, me mbingarkesa dhe me mungesa të mëdha në organika, e bën më të vështirë, e të zgjat procesin e le themi aftësimit të tyre profesional për të qenë në të njëjtin nivel me kolegët e tyre të cilët janë tashmë ose kanë vite në sistem. Dhe patjetër kjo le themi ndikon në një farë mënyrë në cilësinë e hetimeve. Mungesa e përvojës ndikon në cilësinë e hetimit, në efikasitetin e hetimit dhe kërkon marrjen e masave që kanë të bëjnë me rritjen profesionale të tyre. Por këtu një nga problemet që ne kemi është që në shumicën disa nga prokurorit, sidomos në prokurorit e vogla, shumica e prokurorëve sot janë të gjithë rinj.
Dhe mungon, le themi, mundësia për të shkëmbyer eksperiencat me prokuror më të vjetër në moshë dhe në përvojë pune. Çka sjell mangësinë hetim? Kjo sjell mangësi dhe është një nga problemet që ne po ndeshemi sot dhe patjetër që e ndikon në performancën e prokurorisë. Megjithatë, duhet pranojmë që është një nga ato themi faktorët që duhet marrë në konsiderat, ishte i pashmangshëm, për sa kohë patëm një le themi një largim masiv të prokurorëve dhe gjyqtarëve nga sistemi, por mund të them që ajo që mbetet pozitive është që janë instrumentat për t'i sjellë në parametra cilësor edhe magjistratët e rinj në ato që kërkon koha. Megjithatë është një proces i vazhdueshëm, mbetet shumë për të bërë në këtë aspekt, megjithatë duke pasur në konsiderat këtë gjën, pra duke pranuar këtë këndvështrim, mundet edhe të jemi, le themi, të hapur për të ndërmarrë gjitha hapat e nevojshëm për të rritur cilësinë e tyre. Pyetja e katërt ka të bëjë me kodin penal. Pyetja lidhet me vlerësimin e kodit aktual penal. Ju mendoni që ai është i zbutur dhe ka nevojë për të bërë më represiv, siç propozohet i riu, apo është e kundërta që kodi aktual penal ka raste që është me qasje dhe më shumë represive se sa rrethanat e kërkojnë? Dhe kriminalizimin e draftin e ri që po diskutohet të shumë fenomeneve që deri më sot duken të jenë marrëdhënie me natyrë civile, a është në frymën e drejtësisë penale të vendeve të Bashkimit Evropian? Unë këtë çështje trajtova dhe në komisionin gjatë raportimit në komisionet e ligjeve dhe komisionin për mbikëqyrjen institucionale. Është një çështje mjaft komplekse. Unë kam një opinion të, le themi, të fortë sa i përket kësaj. Unë vazhdimisht e kam theksuar që kodi që ne kemi është mjaftueshëm i ashpër dhe madje edhe në disa nga propozimet që ka pasur pasere kur ne na është dashur të japim opinionin tonë në lidhje me dispozitat, jemi shprehur për mungesën e nevojës, domosdoshmërisë për ashpërsinë e mëtejshëm të dënimeve, të cilat janë mjaftueshëm dënimet e ashpra në nivel evropian. Pra nuk shikoj nevojën pse është e nevojshme vazhdimisht ne të kemi qasje vetëm sa i përket ashpërsimit të dënimeve, të sanksioneve. Nuk mund të jetë burgu zgjidhja vetëm e problemeve të shoqërisë. Para se të shkojmë tek ndjekja penale, tek hetimi tek burgu, duhet të vjen në lojë plot mekanizma të tjerë shoqëror, të cilat le të themi e bëjnë shoqërinë më humane. Në momentin që kemi shkuar vetëm te zgjidhja e ashpërsimit të dënimeve me burgim, do të thotë që jemi duke esur në drejtim të kundërt me atë që janë parimet e humanizmit. Dhe Bashkimi Evropian është në radhë parë parimi i humanizmit që i bën bashkë ato vende, ato vlera, dhe ne duhet të shkojmë drejt asaj. Dhe humanizmi është thelbi mbi cilën ne qasja që duhet kishte edhe drafti i kodit penal. Fakti që ne ndëshkojmë më shumë masë administrative, i bëjmë krime, apo dhe ashpërsojmë të sanksionet, unë nuk mendoj që është qasja e duhur dhe që i bën mirë shoqërisë. Ajo vetëm polarizon dhe ekstremizon, sjell agravon problemet shoqërore që ne kemi. Kjo është pikpamja ime për sa i përket pyetjes suaj. Dhe pyetja e fundit është e zotit Agron Sheaj. Në fakt u kam nga Erald Kapri, po okay. Në 155 rastet e nisura kryesisht nga prokurorët, sa prej tyre lidhet me çështjet ndaj korrupsionit, abuzimit në pushtetin apo mbrojtjen e lirive dhe drejtave të qytetarëve. Në 155 raste, për sa i përket korrupsionit, unë parashtrova ishin 19 raste që lidhen me korrupsionin të nisura kryesisht nga prokurorët, për sa i përket çështjeve të tjera, duhet të kemë të dhëna më specifike për t'ju përgjigjur, pasi është shumë e përgjithshme si përcaktim dhe duhet lidhemi me vepra penale specifike. S'kam, këto ishin pyetjet që... Pyetja e zotit Kapri? Kjo ishte pyetja juaj, zotit? Okej. Atëherë duhet këtë dhe një pyetje të zotit Sheaj. Po, keni drejt, është edhe Kapri, është dhe zoti... Po, e drejt, ndjes. A keni statistika për procedimet me ndërtimet pa leje, pasi është vënë re se ka prishje selektive nga qeveria, a keni hapur hetim kryesisht mbi prishje selektive? Statistikat unë i përmend ato të vitit 2024, të vitit 2025 nuk i kam që t'ju avën dispozicion, janë nëse cila mund të jetë gjendja deri para në muajin shtator, mund t'i marrim këto të dhëna nga statistikat që kemi marrë nga prokurorit e rrethave t'u avëm dispozicion.
Për sa i përket prishjeve selektive, nuk di të ketë një hetim për sa i përket kësaj pyetjeje. Së pari do duhet të kishte ndoshta një kallëzim, një referim, nuk jam në gjendje t'ju jap sot një përgjigje, por nëse ka një hetim të tillë duhet marrë sërish një informacion nga të gjitha prokurorit, nëse ka pretendime dhe ka kallëzime pikërisht për këtë çështje që ju ngrini. Nuk kam këto. Kjo ishte pyetja e fundit. Zoti prokuror i përgjithshëm, shumë faleminderit për raportimin edhe për përgjigjet e pyetjeve. Mund të